Në kuadër të ditës botërore të veterinarisë, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andis Salla shprehu mirënjohjen për trupën e veterinerëve që shërbejnë në terren, duke garantuar shëndetin e kafshëve dhe sigurinë ushqimore në vend. Ministri Salla falenderoi të gjithë veterinerët që çdo ditë janë në vijën e parë të punës, duke luajtur një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit publik veterinar dhe në funksionimin e zinxhirit të kontrollit ushqimor. Aktualisht rreth 530 profesionistë kontribuojnë drejt për drejt në këtë sektor jetik, duke siguruar standarde të larta në mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe në garantimin e sigurisë ushqimore për qytetarët. Ministri Salla shprehu mirënjohje të veçantë për veterinerët e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, veterinerët privat dhe anëtarët e urdhrit të veterinerëve për angazhimin e tyre të palodhur dhe rolin e pazëvendësueshëm që kanë në këtë fushë. Ai gjithashtu shprehu respekt për të gjithë profesionistët që kanë ushtruar dhe vazhdojnë ta ushtrojnë profesionin e veterinerit me integritet ndër vite.